Çfarë mendimi keni konkretisht për gjestin? Për formatin që është, e ka të merituar, sepse aty mendoj si ka të bëj ma shumë me personalitetin e individit, me durimin e individit, kështu që aty nuk ka të bëj shumë gradat edhe shkollimi apo diçka tjetër, thjesht ka të bëj ma shumë me durimin edhe lojat që mundet dikush me zhvillu. Kështu që për formatin, fix për formatin, ajo është fituesi. Une nuk është se e pëlqejmë të them drejtën këto Big Brother edhe këto formate. Mendoj si nuk është se kanë vlerë për me i kultivu në shoqërinë dhe të rinjtë tonë dhe t'i marrin si modele. Mendoj si kemi modele mjaft që vërtet duhet të kultivojnë edhe t'i marrin të rinjtë. Kjo pak e egzageruar më duket këto formate. Po, çka nëse vitin e ardhshëm të shohim ty në Big Brother? Me qenë se kam pas një musafir në emisionin tim, edhe ka mohu një gjatë tillë, ka thonë asnjëherë nuk kisha futur në Big Brother, po ishte edhe banori Big Brother. Këto dashta me thonë mos ty asnjëherë jo, po besoj si nuk ndodh, nuk ka mundësi, për shkak se sepse nuk jam personi i duhur për atë vend, nuk kam personalitet me u përshtat në atë vend.